vërtet do të lidhe me Gjensil Shkëmbin në Korç për të kuptuar se çfarë po ndodh në një prej qyteteve më të populluara gjatë 12 muajve të vitit nga shqiptar, por edhe turist huaj. Gjensil, përshëndes. Është tot aty te ty apo atmosfera e nxehtë në një farë mënyrë i ka rritur temperaturat? Po është ftohtë qysh nga atmosfera dhe është ftohtë në fakt edhe nga temperatura e të dyjave, sepse çuditërisht juglindja e vendit përveç se atyre festimeve zyrtare, ceremoniale, ku nisën prej orës 9:30 minuta në të 6 bashkitë e qarkut të Korçës, ku normalisht kryetarët e bashkive janë ata të cilët të ngrejnë zyrtarisht flamurin e pas përfaqësues të komuniteteve fetare, përfaqësues të partive politike, përfaqësues të pushtetit lokal, përfaqësues të komuniteteve fetare dhe gjithçka tjetër shoqërisë civile banor, vendosin kurora me lule pranë luftëtarit kombëtar, e pas diku rreth orës 10 nisi mesha në katedralen Ringjallja e Krishtit në qytetin e Korçës, një meshë e cila nisi që kur kryepeskopi i sotëm Joan ka qenë mitropolit i Korçës dhe kanë le të themi rimishëruar edhe një herë atë çka bënte Fanoli me bekimin e flamurit, një ceremoni kjo që ndodhte vetëm në Korçë, por ditën e sotme është mbajtur për herë të parë edhe në kryeqytet edhe në Tiranë, ku bekohet flamuri në prezencën e politikanëve, në prezencën e besimtarëve të ndryshëm të gjitha besimeve fetare, ndërkohë që e thash që është e ftohtë atmosfera edhe për atë fakt sepse siç ju e dini, kam raportuar ditën e sotme se ka patur radhë në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, por po ashtu edhe të Qapthanës, duke treguar kështu që shqiptarët, ndryshe nga vitet e tjera, pavarësisht se rezervimet janë të kënaqshme, edhe pse jo 100%, por diku në masën 50 deri në 60% në sektorin hoteleri turizmit, bashkitë e 6 bashkitë e qarkut të Korçës nuk kishin asnjë organizim tjetër për sa i përket festës së flamurit, dhe me sa duket shqiptarët kanë vendosur për të shkuar e për të festuar ditën e flamurit, shpalljen e pavarësisë në Maqedoninë e Veriut dhe në Greqi. Përpos kësaj, pikërisht një iniciativë kjo me sa duket e policisë kufitare ka qenë në të dyja doganat, në Qafthanë dhe në Kapshticë, ku valltar të qendrave multifunksionale të Devollit, por po ashtu edhe të Pogradecit, ajo e Pogradecit në Qafthanë dhe ajo e Devollit në Kapshticë, performonin valle popullore shqiptare dhe jo vetëm me kostume të shumëngjyrshme tradicionale shqiptare, duke sjellë kështu një atmosferë festive, jo shumë festive duhet thënë për udhëtarët, sidomos ata të cilët sot donin të festonin drejt Selanikut, pasi janë detyruar të qëndrojnë më tepër se 90 minuta në radhë për të kaluar nga ana tjetër e kufirit, por në përgjithësi temperaturat këtu janë në minus, pra që ditën e djeshme, dita e sotme, temperaturat minimale shkojnë deri në 2 apo 1 gradë Celsius, ndërkohë që me sa duket edhe festat janë të ftohta, pasi edhe bashkia e Korçës, e cila është bashkia më e madhe e qarkut të Korçës, ndryshe nga viti i kaluar, ku kishte një koncert shumë të bukur, shumë festiv në pazarin e vetër të Korçës, mbase edhe për shkak të dhe kushteve klimaterike, këtë herë nuk ka organizuar asgjë. Gjensil, përshëndes, edhe të uroj gëzuar festën.